Ashtu si shlirimi në Bedër dhe shlirimi i Mekës aty në qytete vendlindjes tina, ai pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që ti përkujtojmë edhe datat e çlirimit të kombeve tona. Pra, sepse kur i tha Muadh ibn Xhabelit, shko në Yemen, unë dua shumë. Shko mësoja u Islamin, mirë po respektoja u traditën. E të tradita hen historia, hin gojdhenat, hin ato çka i ka bë populli tyne, çka i ka përkujtuar ngjarjet dhe kalendaret e tyre historike. Pejgamberi selam vazhdimisht i ka marrë të afër veti dietarët, shkrimtarët, njerëzit që kanë qenë dashamirë të dheut, si Hasan ibn Thabitin, i cili ishte shkrimtar, poet i kohës, po ishte besimtar, por ishte edhe adhetar. Pejgamberi selam kur u kthy në Mekë, e puthi dhe tokën, dheun e tokës së Mekës, vendlindjes së tij. E vendlindja jonë është pra toka jonë Iliro Dardane, dhe nëse ne nuk e duam atë dheun tonë, ne nuk mundemi me qenë besimtarë të mirë. Sepse toka në cilën ne jetojmë, hajmë dhe frymojmë, ne jemi duke e shfrytzuar atë tokë. Ato pemë që binë atë tokë që hecim në të, ne duhet të jemi falendërues Allahut për atë tokë dhe atë vend. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salam e kemi shembullin më të mirë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Shembullin më të mirë që ai piknisjen e parë kishte Mekën. Prandaj rikthimi ynë në vendlindjet tona, në tokat tona ku kemi lindur, është për ne rikthem në Mekë. Na nuk mund të bëhemi më mekas se mekasët. Por ne kur e ndërtojmë një faltore në fshatin tonë, për shembull, pa marrë parasysh, a kemi lindur në për shembull në Peja, në Gjakova, në Prizrena, në Prishtina, në Tirana, në Tropuja, kudo që kemi lindur, në fshatin tonë, Bujana, Dojana, fshatin Glogjana, ku di unë se ku, pra, kudo që kemi lindur, aty ku kemi lindur duhet me qenë, aty duhet me nisë pra ndërtimi i vlerave tona si individ së pari, pastaj si komunitet dhe shoqëri. Pra, kur ne bëjmë diçka në vendlindjen tonë dhe e zgjerojmë atë dhe përhapim gjithë kombin tonë dhe shtetin dhe vendet ku do që hecim, atëherë Allahu xhalla shanuhu na nderon ne. E kështu është përkujtimi i festave të kombëtare. Nëse ne përkujtojmë këto festa, përkujtojmë se sa kemi kontribu për ngritjen e shtetit, sa kemi kontribu për ngritjen e kombit, sa kemi kontribu më u lidh shqiptarët me vetin në aspektin ekonomik, tregtar, njerëzor, shkencor, e kështu me radhë. Pra sa ne kemi qenë pra ura lidhse dhe kemi pas partneritet pra si besimtar. Kur dihet se edhe Zoti thot në Kur'an, bashkohuni mes veti e mos u përçani. Faleminderit.